Si fillim do ta ndjejnë, sepse perceptimi nuk është vetëm fizik, duhet që ta ndjesh frymën, energjinë e asaj gjëje dhe pastaj kalimi në një dimension tjetër nuk është gjithmonë fizik, mund të jetë kalimi në një nivel dije si fillim. Do të thënë ti percepton dhe shikon gjëra që nuk është se janë aq të dukshme për njerëzit e tjerë ose të perceptueshme. Por kjo nuk është se domethënë që ti do t'i thush se t'ja shpjegosh se është kështu dhe unë pash ashtu, se pastaj kalon në skizofreni. Por pranvera ti ke arritur të kalosh këto portale? Ça pyetëm ka. Më thënë, duke marrë parasysh faktin që ti ke arritur të dallosh, të shikosh, po për ti përjetuar dhe për... Të them vërtet është shumë kohë përpara, tani është pak më vështirë. E ke bërë? Po, ka qenë shumë më lehtë, tash para 2012-s ka qenë shumë më lehtë. Dhe ku ke shkuar, nëse mund të pyesim shumë, pra çfarë lloj transportimi ka qenë? Atëherë, të gjitha ato gjëra që mund të shikosh janë në formë simbolike që janë edhe këtu në botën tonë. Pra, siç është ky simbol